Përshëndetje të gjithëve, mirë se rikthyehet në një tjetër video. Sot dua të provoj një maskë të gatshme që kam bler kohë të fundit. Bëhet fjalë për Miracle Black Mask. Në fakt është një nga ato produkte të cilat e kam bler në eBay, u bë rreth 2 muaj që e kam porositur dhe tani më erdhi dhe është shtypur. Tek kutia është një maskë për pikat e zeza. Në fakt, maska të këtij lloji kam provuar edhe më parë, ka të njëjtin funksion siç e ka dhe gelatina, vetëm se gelatinën e përgatisim vetë, ndërsa kjo është e gatshme dhe përmban njerë shumë të mirë. Po ta shikoni, mban njerë shumë të mirë për ato të gjitha ato që kishin problem me aromën që kishte gelatina. Është rreth 60 ml dhe e kam bler tek 3 ose 4 dollar, në qoftë se e mbaj mend të mirë. Nuk kuptoj fare se çfarë ka të shkruar, thjesht e kam parë shumë review në internet dhe është një produkt shumë i pëlqyer. Gjithashtu edhe për çmimin që ka, por sot do ta aplikojmë. Në fakt unë aplikova pak dje, por nuk e mbajta deri në fund. Në fakt kërkonte më shumë kohë se gelatina për të parë. Prita diku tek 12 minuta dhe më pas e fshiva maskën pa e parë rezultatin, por sot do ta shikojmë. Dhe për ato të cilat kanë pasur probleme me pjesën për eliminimin e qimeve të lëkurës nga gelatina, kjo maskë nuk e ka, sepse nuk është aq e fortë dhe tërheqja nga fytyra siç është me gelatinën. Por për rezultatet më mirë për pjesën e eliminimit të pikave të zeza, kryesisht të kutimi dhe më shumë pore të hapura, do ta shikojmë sot se si do rezultojë maska. Para aplikimit të maskës, duhet të keni pastruar mirë fytyrën. Unë sapo e bëra edhe pastrimin e fytyrës dhe për të bërë hapjen e poreve në mënyrë që maska të veprojë më natyrsi me një peshqir, të cilën e keni njohur me ujë të nxehtë. Ta vendosin në fytyrë për disa minuta në mënyrë që nxehtësia të bëjë edhe hapjen e poreve, dhe ky është hap shumë i rëndësishëm nëse doni që maska të jetë sa më shumë efektive. Për të punuar me lehtësi, sepse duke qenë se është një maskë e zezë dhe që ngjit, hapini flokët, siguroni që të mos ka flokët, vetur, sepse më pas kur të hiqet maska, do të hiqen edhe qimet dhe do të jetë jo vetëm e dhimbshme, por edhe i sikletshme në qoftë se do na hiqeshin vetullat. Atëherë, le të fillojmë me aplikimin. Diçka që nuk më pëlqeu tek aplikimi, kjo është arsyeja, sepse është shumë e hapur këtu lart edhe derdhet shumë shpejt. Kështu që duhet keni kujdes në aplikimin e maskës. Dhe një gjë tjetër është që personalisht t'ju sugjeroj që maskën ta vendosni vetëm tek pjesa ku keni pore të hapura, më shumë tek pjesa të sesa në gjithë fytyrën, sepse kur hiqet do jetë pak e dhimbshme. Mendoj që sasia më e madhe e poreve është në pjesë të fytyrës. Vendosni një shtresë të konsiderueshme. Duhet keni pak kujdes sepse kur është shumë e hollë, ngjit shumë dhe është edhe vështirë të hiqet maska nga lëkura. Por edhe kur e vendos shumë të trash, nuk hiq gjë. Për shembull, këtu te kjo pjesa kam lënë pak të hollë. Unë mendoj ta lëmë kaq, vetëm në këtë pjesë dhe ja sugjeroj edhe ju, sepse më pas të pjesa këtu është shumë e ndjeshme dhe do ta ndjeni shumë maskën. Duke vendosur në rregull. Tani do presim tek udhëzimet për produktin e kishte diku tek 10-15 minuta, besoj se do na duhet më shumë kohë që maska të thahet e gjitha, por sot maskën do ta çojmë deri në fund dhe do shikojmë nëse maska është efektive apo jo. Le të presim.
Kanë kaluar mbi 20 minuta dhe tani do të heqim maskën dhe do të shikojmë rezultatin. Nuk më thoni që jam i shpifur, por është mënyra më mirë ku t'ju treguar në qoftë se maska është efektive apo jo. Shikojmë edhe tek pjesa e mjekrës. Mund të them që maska rezultoi me sukses, në qoftë se ndiqni mirë pjesën e hapave për të pastruar fytyrën dhe më pas për ta bërë me peshqirin me ujë të nxehtë për hapjen e poreve. Te kjo pjesa këtu, në qoftë se keni pika të zeza ose pore, mendoni mirë sepse është një pjesë shumë delikate dhe do ju dhomë shumë. Unë të paktën deri këtu e cova dhe ndjeva goxha, ndërsa tek pjesa e hundës e ballit e mjekrës nuk ndjehej. Nuk është aq e fortë si maskë sa gelatina. Gelatina dhe tek pjesa e hundës të dhëmbë goxha, hoqi pika të zeza, hoqi shumë. Mendoj se ja vlen për çmimin që ka, për sasinë që ka, që ta merrni dhe ta provoni. Do jetë pak problem pjesa sepse është një produkt që gjendet vetëm në eBay. Edhe ndoshta shumë nga ju nuk janë mirë me këtë pjesën e blerjeve online. Është pak e bezdisshme dhe e sikletshme sepse edhe vonon shumë si produkt. Unë prisja që mos më vinte fare sepse kishte kaluar afatin që duhet të vinte. Por mendoj se në qoftë se për gelatinën keni probleme në gjetjen e saj, nuk duroni dot erën ose nuk e përgatisni dot në mënyrën e duhur, kjo maskë do ishte një alternativë shumë e mirë për zëvendësimin e gelatinës si maskë për fytyrën dhe për të reduktuar shumë pikat e zeza dhe poret në fytyrë. Sigurisht është diçka e përkohshme, sepse poret do të hapen përsëri, por mund ta bëni një herë në javë, duke shoqëruar edhe me skrep dhe me maska të tjera, për të pasur një pastrim efektiv për lëkurën e fytyrës. Ja, pra kjo ishte videoja që kisha përgatitur për sot. Shpresoj që maskën ta provoni dhe të më shkruani për eksperiencën tuaj. Gjithsesi, më e mira për mua mbetet maska me gelatin, por në qoftë se doni edhe diçka të gatshme, me çmim ekonomik dhe gjithashtu shumë efektive, ju sugjeroj ta provoni këtë maskë. Dhe do shihemi javën tjetër në episodin e radhës dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe në qoftë se videoja ju pëlqen. Mirupafshim! Diçka që e kam menduar kohët e fundit është që në qoftë se dëshironi që tek kanali të postoj edhe video me receta të tjera përveç atyre për lëkurë të yndyrshme ose ndonjë hidratuese për gjithë tipet e lëkurës, në qoftë se dëshironi maska për lëkurë të thatë, mikse ose normale, më shkruani se si ju duket kjo ide për të postuar edhe të tilla video në channel në YouTube dhe jam në pritje të mendimit tuaj për këtë gjë. Mund të më shkruani me koment këtu, por e dini dhe ku do të më gjeni në qoftë se dëshironi të më ndiqni online. Pra tek përshkrimi do gjeni linkun e Facebookut, linkun e Instagramit, ku mund të më ndiqni, mund të më shkruani dhe më thoni edhe mendimin tuaj për këtë. Mirupafshim edhe një herë.